ide! Riki! Riki, hajde këtu! Shpejt, mami do që ti të pastrosh dhomën tënde. Mami, Po? më thuaj, do dhe shumë të vitit lindja ime? Do dhe 2 javë që të vitit lindja jote, Lil Bror. Så nu skyfflar vi in målen till musik. Vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Mami, a mund të marrim në shtëpi një qen? Av någon anledning så gör vi Oh, för att leta gubbar till vårt VM-lag. të kemi thënë njerë, nuk duam qenë këtu. Po ne asnjë s'kemi patur qen. Mua më pëlqejnë qent. Dëgjoj ti mami dhe ti babi. Birgerit dhe Betit ja plotësoni të gjitha dëshirat, kurse mua asnjë dëshirë. Po ti na ke ne të gjithëve. Ju asnjërs më dëgjoni. Lil Bror, ne po dalim për një vizit, nuk vonohemi shumë. Lil Bror, do flasim prapë për qenin, por ndonjë ditë tjetër, dakord? Shiko, hop lala. A pret mi që o djalosh i mirë? Po pse, a din njerëzit të fluturojnë? Po ja, unë di. Unë di të bëj çdo gjë pa problem fare dhe jam fluturuesi më i mirë në botë. Asnjëri tjetër nuk di të bëj gjëra që di të bëj unë. Unë shkoj kudo duke fluturuar. Pa më thuaj, si e ke emrin, ha? Lil Bror, por emri im i vërtet është Svantenson. E di, mund ta rregullojmë ndryshe këtë dhomën tënde, kurse unë quhem Carlson, ose thjesht fare Carlson. Kështu më thërasin. Sa vjeç je ti? 17.5. Po ti që nge koxha djalë. Po ti sa vjeç je? Unë the, unë jam në vitet më të bukura të jetës time. Më shumë nuk kam çfarë të them. Kush është muaji më i mirë për ty? Të gjitha, pa asnjë përjashtim. Mjafton të jesh gjithmonë i shëndetshëm dhe të argëtohesh. Kjo është jeta. A mund ta bëj një xhiro me këtë? Se ti është e babit ose e Birgerit? Tani ke mamin, babin dhe Carlsonin mbi çati. Po, ç'bëre? Tani do më përtasi mami. Mos ki merak, nuk do të ndodh asgjë. Ja, shikon, vetëm ca njolla tymi në raftin e librave dhe asgjë tjetër. Nuk është ndonjë gjë e madhe, apo jo? Nuk do të nxehet mami për kaq pak. Edhe pak më ka mbetur dhe lokomotiva do të jetë gati për punë. Po më përpara po kontrolloj një herë a punon valvula e pistonit. Do e kemi punën shumë keq në qoftë se nuk punon valvula e pistonit. Lokomotiva nuk ecën. Fantastike! A e dëgjon se si bën? Pikërisht kështu duhet të bëj. Çuf. E shikon Lil Bror.
Unë jam inxhinieri më i mirë në botë për lokomotivat me avull. Tani shpërtheu fare. Ai pe, çfarë shpërthimi hatashëm. Ti na e prishe fare tani. S'ka gjë, mos u mërzit. Do sjell unë një tjetër të re fringo. Po ku do e gjesh një si kjo? Unë në çati kam 1000 si kjo. Si, këtu si për në çati? Këtu si për te pra, në shtëpinë time, mbi çatin tënde. Ti e ke shtëpinë tënde mbi çati? Dhe ke vërtet 1000 lokomotiva me avull atje lart? Po, të paktën një 100 po njëherë. Motori im bën një zhurmë shumë të çuditshme. Më duhet patjetër ta çoj në servis për ta riparuar. Unë mund ta rregulloj edhe vetë. Unë jam inxhinieri më i mirë në botë. Vetëm ç'ti bësh, nuk kam shumë kohë. Tani po të lë. Po dal të bëj një shëtitje nëpër qytet. Lil Bror. Mami, erdha mami se po flas me Carlsonin. Ai ishte këtu. Lil Bror. Çfarë pas ke bërë kështu? Pra, kthe përgjigje, çfarë ke bërë kështu? Nuk e bëra unë, mami, e bëri Carlsoni. Oh, more birë, si nuk të rinë duar 3 hatë, po sikur t'ishe vrar. Ai fluturon të dhyrin nga dritarja, shtëpinë e kam mbi çati. Kur dikush bën gabime, nuk duhet të justifikohet duke thënë Carlsoni mbi çati, kur ai nuk ekziston fare birim. Unë nuk fus asnjëri brenda. Dhe sipas teje fluturo ka apo jo? Atëherë nëse ti s'beson, rri këtu me mua të shoh si fluturon Carlsoni. E po, nëse nesër në mëngjes unë do ta shikoj Carlsonin me sytë e mi, do të jap ty 10 korona, mirë? Ai më tha se nesër nuk vjen dot, ka ca punë me rëndësi për të bërë në qytet. Dhe ç'plan ka ai për nesër? Ai ban pas kurrizit një motor me të cilin fluturon në të gjithë botën. Kështu më tha. Fëmijë. Më them se ke sajuar vetë Carlsonin. Rregulloni rjeshtin. Mirë tha, ti sajon sepse do të bëhesh i rëndësishëm. Jo stallim, ai bën gjithçka. Ja vjeshta po afron. Ti ke natë ushtuaj me ty. Jo, ti po këndon gabim. Pranvera përsëri. Edhe tani na lëra. Do na shoh mësuesja. Të gjithë prapë të lodrojmë, të qeshim të këndojmë. Si e kalove sot në shkollë, Lil Bror? O, zoti madh, Lil Bror! Po më dhëm koka nga që e kam vrarë. Përse nuk më the që je vrar në shkollë? S'ka gjë si tani më kaloj. Të lutem, mos u mërzit, mami. Kur isha në shkollë më gjuajti padashje Kristi dhe më vrau ballin. Prandaj nuk më the Lil Bror, se që nke zënë me Kristin, a? Po ja që u zum, unë si bëra asgjë, por edhe ai padashi më gjuajti. Po nuk besoj se ai donte të më vriste. Pa më thuaj pak, pse u grindot? Kristeri ka i natë se unë kam shoh Carlsonin, a i thot që a i s'ekziston. Po pse nuk është kështu? Ti nuk më beson asnjëherë mua kur të them një gjë. Gunila dhe Kristeri nesër nisen me mami dhe babi për pushime, kurse unë s'kam ç'të bëj dhe mendoj për Carlsonin. Ky Carlsoni duhet të jetë djalë vërtet shumë i mirë. Unë kam shumë shok, si kur të vinte sot mbas dite e të më merrte me vete atje lart, do kënaqesha shumë. Shumë mirë do bënte. Do kënaqeni duke luajtur të dy.
Të gjithë kujtojnë se ti je vetëm në fantazin time. Po të ishte kështu si kujtojnë ata, atëherë unë do t'isha fantazia më e bukur në botë. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Jo, prit pak, është e bukur, po jo më e bukur se të mijat. Pse ke shumë piktura atje lart mbi çati? Me qindra e me mira. I kam bërë vetë. Unë pikturoj shumë kur kam kohë të lirë. Ma pëlqen të pikturoj zogjt, pemët lart të poshtë në përpyje. Me të vërtetë e ke? Po sikur të vi edhe unë me ty dhe të shikoj pak. Carlson, do kisha shumë dëshirë të shikoja lokomotivat me avull dhe pikturat me zogj. Hej, çfarë po bën? Kujdes mos sa shpeshit. Të bën shumë mirë të pish pak ujë kur ke temperaturë. Po edhe po gëlltite ndonjë peshk apo edhe dy nuk të bën keq. E nxjerr prap ashtu të gjallë. Pse të ngrihet temperatura aty, Carlson? Pse nuk e dallon ti? Unë jam shumë i sëmur. Mbase nga që nuk arri dot të bëj një sy gjumë. Kaq keq fleti që sëmurësh? Po, vetëm natën arri të vëj gjumë në sy. Flesi një qenj. Edhe në mëngjes nuk qahem, por mbasditja ama nuk shtyhet fare. Rrotullohem më kot në shtrasa në një anë në anën tjetër. Bo, sa i nxehtë që qen ke ti. Sa mund ta kesh temperaturën? Po ja, një 30-40 gradë të paktën. Ke të drejtë. Tani edhe mua po më duke shumë i sëmur. Pse, nuk më lejohet edhe mua të sëmurem si të gjithë të tjerat? Pse ti pas ke qef të sëmurësh? Nga njëherë kemi qef të gjithë. Të na ngrihet temperatura, të rrim shtrirë në shtrat. E me që ma bëre këtë pyetje, ta di sa asun nuk bëj përjashtim. Po ja ku po ta them, jam shumë i sëmur, tepër i sëmur dhe s'kam dëshirë të bëj asgjë për gjë. Përveç se ta ha ndonjë copë mbëlsirë, a ndonjë çokoladë, apo ndonjë bombone, apo ndonjë karamele. La. Njep edhe një si ajo atje. E çuditshme, si mund t'i hajë të gjitha këto një djalosh kaq i vogël sa ti? Shumë në rregull. Unë jam i sëmuni më i rëndë në botë. Tani nxito të më çosh në shtëpi dhe të më vësh në shtrat. Hoplela. Pra luaj vendit se s'kemi shumë kohë. Po të prishë lika fluturuese ti nuk do jesh më. A i di se çfarë? Ka shumë kalamaj në botë. Një më pak, një më shumë, nuk është në një gjë shumë e madhe. Prindërit i duan fëmijët e tyre dhe s'duan ti humbasin ata. Ti nuk po flet mirë, a? Tre ta marr. Kjo dritarja që nga mbyllur. Kush rri me ty më shumë se sa unë? Më thuaj. Ti je një budalla i vogël që nuk e ke shokun e të gjithë botën. Po unë prap të dua shumë. Ndoshta më beson, po ta dish se të kam shumë për zemër. Eja pra. Eja.
La 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 la. Sa bukur duket qyteti këtu lart, apo jo, Carlson? Po, ke shumë të drejtë. Kjo është një mrekulli. Po shkoj të shtrihem. Për pak harrova që jam i sëmuri më i rëndë në botë. Mirë se erdhe i dashu Carlson. Mirë se erdhe Lil Bror. Kjo është shtëpia ime e dashur. E ti që nuk ngjan fare me shtëpinë tënde. Ti nuk e mban shtëpinë tënde kaq rëmuj. Ku i ke lokomotivat me avull që më the? Lokomotivat me avull? Shpërthyen të gjitha një nga një. Lokomotivat u dogjën, po unë nuk e vras mendjen shumë për to. Me intereson vetëm valvola pistonit. Rëndësi ka që shpërthimi shkoj për mrekulli. Po pikturat me zogje me pemë, ku i ke? Mos kanë shpërthyer dhe ato? Jo, ta pret mendje që ato nuk kanë shpërthyer. Pse? Si po të duken ty ato atje? Po, ajo është një pikturë shumë e trishtueshme. E kam titulluar Koka e varur. Sa pikturë e trishtueshme. Ajo është piktura më e trishtueshme që kam parë ndonjëherë. Ky zog pati një fund tepër të trishtueshëm. Po unë duhet të mos mërzitem, se më ngrihet temperatura. Kam edhe shtëpinë për të pastruar, po ndjehem shumë i lodhur. E rregullon pak ti? Më ndihmo dhe ti, mos rishtrirë në shtrat. Nuk po dukesh dhe aq i sëmur. Nuk kam kohë, më erdhi një frymëzim të bëj një pikturë tjetër. Kur të vjen frymëzimi, nuk duhet të kapësh asgjë tjetër me dorë, më kuptove? Kur ta mbaroj, do ta shohësh se sa e bukur do të dalë. Unë kam një frymëzim të hatashëm. E çfarë është ky frymëzimi? Frymëzimi, the? Është një lloj sëmundje artistike. Ne mendojmë pa pushim, derisa nuk kemi fuqi as të pastrojmë shtëpinë tonë dhe ajo pa të rëmuj. U bëravon, tani duhet të shkoj në shtëpi. Mami dhe babi duhet të jenë bërë merak. Ej, ata kanë mbetur ndonjë karamele? Unë e kisha vënë re që të pëlqen t'i mbash gjithmonë gjërat për vete, por po të them këtë radhë do t'i ndajmë si vëllai me vëllain. Që kanë tre karamele nuk i ndan dot, është e pamundur. Po dy i ndan që ç'ke me të? Me që unë jam një djalë kaq i mirë, po të lë ty që të zgjedhësh i pari. Por ti e di, kush zgjedh i pari merr karamelën më të vogël. Mirë, pra zgjidh ti i pari, cilën do? Mirë, pra po zgjedh, vetëm se ta dish unë nuk të thash asgjë. Po ti më the kush zgjedh i pari merr më të voglën, ti more më të madhen. Me që po më akuzon kështu, dua të bëj një pyetje. Cilën karamele do të kishe zgjedhur ti, po të kishe zgjedhur i pari? Sigurisht që më të voglën do kisha marr. Se mërohesh atëherë të voglën desh atë more. Tani u bëra prap mirë. Eja, shkojmë të lozim. Eja. Merre pak edhe pistoletën time se harrova. Shiko atje diku poshtë divani, duhet ta kem lënë. E gjeta! Gjitu lart, eja këtu. Ho, eja se po të pres.
Mos lëvizja se erdha! Jam këtu lart Lil Bror. Ja ku jam. Më shikon. Pra. Hajde dhe ti këtu, ngjitu këtu lart, ngjitu. Juhu. Më prit se erdha. Lil Bror, mos ki fri, kalo. Të lumte, këti I them djalë Trimun, fantastik fare. Lil Bror, a do të tregoj 2 hajdut për vërteti? Janë 2 grabitës fantastik, jo shumë larg për këtu. Ja, një 2 çati më tutje. Hajde. Këta janë 2 hajdut për vërteti. Çmimi për 100 monedha ari. Do ta marrim dhe do jemi më të lumturit në botë. Dhe me ato do të blem gjithë çka që duam. Do të na kenë zili që të gjithë. Ti karafil, unë e di se çdo të thotë të marrësh 100 monedha ari dhe të bësh me to ç'të duash pastaj. Dorzohemi. Ja ikim tani. Jam I sigur se ata kanë ardhur për ne. Sa rëndësi I jep vetes edhe ti tani. Hajde të ikim. Nuk kemi mbaruar akoma xhiron mbi çatin e kësaj lagje. Po tani çfarë ke? Më erdhi ora të shkoj të shtrihem prap në shtrat. Duhet ta pranoj, sot nuk jam lodhur ai shumë. Megjithatë nuk mund ajo temperaturat 30-40 gradë. Nuk duhet ta harrojmë këtë. Hej, Lili Bror, mos u trego zjarr fiksëve që unë jam këtu sipër mbi çati. Unë jam zjarr fiksi më I mirë në të gjithë botën. Kur bie ndonjë zjarr, ata më tharasin kudo që të jem dhe nuk më ndahen derisa ta shuaj. Psst, hey, vend për të ndetur është ky? Zbrit që aty së është me rrezik. Unë nuk I duroj dot ata fëmijë që I hipin këtu lart. Zbrit shpejt. Jo, unë arrita të ngjitem vetëm fare këtu lart. Lil Bror, nuk ka si Carlson mbi çati. Po, si nuk ka? Si do kishte ardhur te dhoma ime atëherë? Pa mendoje njerë, po sikur të kishe rënë. Atëherë unë do ngelesha pa vëllaçko.
Pse do mërziteshit po të ikja unë? Ti se merë do të me mëndë se sa i çmuar je për ne. Mos e harro kur këtë. Nuk do të më ndëronit as me 100 milion korona? As për kaq? Të mendojmë një herë. Mos fol ashtu. Ti je për ne më i çmuar se 100.000 korona. Pse kaq i shtrenjtë jam unë për ju? Edhe më shumë zemër. Me që unë kushtoj më shumë se 1 milion korona, përse nuk merrni 1.000 korona dhe të bleni një qenur si kam qef unë? Ha pra? I vogli im Lil Bror. Nuk ka asnjë shok për të luajtur dhe ka shpikur Carlsonin që të ngushëllohet. Mbi qytetin e Stockholmit të shpar një alien. Të paktën kështu thot fotografi amator 31 vjeçar Stig Lundberg. Tente paradite, me aparatin e tij ai mori në fotografi këtë fenomen që sa vjen e po bëhet më i zakonshëm. Alieni dukej si një njeri fluturues me elin nga mbrapa. Shumë kafqinjet e fotografit besojnë se e kanë parë edhe ata atë alien duke i dhënë atij të drejtë. Thuhet se edhe dy ajdut e kanë parë alienin. Për atë që do ta kap ose do të na jap të dhëna mbi vendodhjen e tij, do të marrë një shpërblim prej 100.000 koronash. Për çdo informacion mund të paraqiteni pranë zyrave tona. Ejo Carlson më i mirë në botë mbi çati. Po erdhën njerëz të të marrin ty, siç thot gazeta, ti nuk do jesh më shoku im. Atë nuk ka rrugë tjetër, ti duhet të mbetesh e fsheta jon. A i keni bërë valigjet gati, fmi? Po, mami. Çdo gjë në rregull? Na duhet kremi dielli, çadra e madhe, limonatat për rrugës. Mos u mërzit Lil Brori im i dashur. Mendoj një herë, do jemi të tre. Unë, mami edhe ti. Mami ka bler biletat, kështu që ne mund të udhtojmë së bashku. Babi ka të drejtë, do kënaqemi. Ha Lil Bror, nuk të duket fantastike kjo gjë? Po unë ka më shumë qejf të rri në shtëpi e të kujdesem për Carlsonin. Vetëm ju lutem, mos i thoni asnjëriu për të. Është një fshet mes nesh. Oh, Lil Bror, voglushim. Zvidot me ju, do rri në shtëpi. Më mirë, mendoj edhe një herë, apo jo? Ka ardhur ndonjë letër nga Xhaxha Julius? Thot se do të vi për vizitë dhe do të qëndroj te ne të paktën 14 ditë. Me sa duket doktorët i kanë thënë të bëj banjo dielli dhe masazh, sepse kjo i bën mirë për shëndetin dhe e sjell në formë. Po kjo është diçka shumë e mirë. Lil Brori nuk do të vi me ne. Ai mund të ri me Xhaxha Julius. Nuk bëhem më merak, doni të vini ju apo jo? Do marr mamin dhe do të shkojmë vetëm ne të dy për pushime. Lil Brori, po të doj, le të rinë në shtëpi me Xhaxhain e vet. Dëgjuat fëmijë. Për të mund kujdeset dhe zonjusha Bok. Zonja Bok? Po, ajo ka ardhur sa herë kemi pasur nevojë. Mund kujdeset për Lil Brorin dhe shtëpinë. Lil Bror, ti je me të vërtet shumë i çuditshëm. Ti preferon më mirë të rish në shtëpi me Xhaxhain Julius dhe zonjën Bok sesa të bësh një udhëtim me mamin dhe babin. Po unë tani kam një shok shumë të mirë dhe nuk e lë dot vetëm. Ej, drejt që e mori që po më shojnë zy. Sa barke madhe kjo tek fotografia. E të mërshme. Nuk ka di që mos të dëgjoj nga një fatkeqësi. Dhe më të mërshme është kjo. 100.000 korona shpërblim për atë që e kap ose na ndihmon ta kapim njeriu fluturues që sillen mbi çatit e qytetit. Për çdo informacion mund të paraqiteni pranë zyrave tona.
Kjo që më lexove tani më duket lajmi më interesant që kam dëgjuar ndonjëherë. Haha, merr në telefon gazetën dhe thuaj që e kemi parë ne këtë alienin dhe të marrim paratë. E ku e ke parë ti? Unë me helikën time do të fluturoj gjithandej nëpër qytet dhe do ta gjej alienin qesharak kudo që t'jetë fshehur në Stockholm dhe hop, do ta kap dhe do ta çoj në polici. Mo thuaj, a të ndodhet aty një valixhe sepse duhet të fusim brenda 100.000 korona? A e kupton ti apo jo? Unë e kam fjalën për ty. Ti je alieni qesharak. Oh? Si the, more, si the? Ti më thëret mua alieni qesharak? Po unë nuk jam as pak qesharak, more. Unë jam një djalosh simpatik, rumbullak dhe i shëndetshëm. Apo nuk e ke kuptuar akoma se çfarë jam unë me të vërtet? Po, e di, Carlson. Po edhe kaseta nuk ka mundësi të shkruaj gënjeshtra. Kuptohet që flasim për ty. Bullafiqi fluturues je ti. Shikoje. Bullafiqi fluturues? Ti ke guxim të më thërrazësh mua, bullafiqi fluturues? Dhe je shoku im më i ngushtë, pale. Ta vi turp. Po, shumë turp. Nuk jam unë që i them këto fjalë, janë të shkruara në gazetë. Unë jam bullafiqi fluturues mbi qytet. Atëherë unë jam bullafiqi më i mirë në botë. Unë vlej 100.000 korona. E vërtet është, ti vlen 100.000 korona, po këtë nuk e din shumë njerëz ama. Se di asnjëri në botë përveç teje. Dhe të mendosh që unë jam vetëm një xhuxhi vogël, as 1 metër i gjatë. Eja. Më në fund. Mirdita, zonja Bok. Më falni, por nuk mund të vija dot më shpejt. E ka fajin ajo, motra ime Frida. Se u lodhur. Gjëja më e rëndësishme është të merreni me Lil Brorin. Ai është fëmijë i lëvizshëm dhe kam shumë merak. Shkoni pa merak, më keni mua këtu, nuk do ndodh asgjë keqe. Kemi besim tek ju. Kur të kthehemi do festojmë ditëlindjen tënde, pastaj do shkojmë të rimë ca ditë te gjyshja. Shpejt se u bëm vonë. Bëu djali mirë, Lil Bror. A do ma blesh qenushi për ditëlindje? Pse nuk është mirë me shëndet motra jote Frida? Jo, në përgjithësi ajo është mirë. Ajo sa po shfejuar, po prapë është kaq e dobët sa të fut frikën. Po hajde e mbushi mendjen asaj që i duket vetja e bukur. Vetëm ta shohësh si është. Ka një unë të madhe si derë. Një hund të shëmtuar si derë dhe një fytyrë petull e një kokë si patate. Ku e ku me mua që jam si ëngjëll? Të gjithë zili më kam pasur kush më shikonte. Po. Pse a ju ka thënë njëri që ju jeni si ëngjëll? Asnjëri nuk më ka thënë që jam si ëngjëll. Burrat. Po shkoj të shikoj mos erdhi Xhaxha Juliusi. Mua më laget e lika sa herë që bie shi dhe kam shumë të vështirë të fluturoj me helik të lagur. Po ti pse ma ke mbyllur dritaren? Ti më ke thënë se hap vet, pa problem. Pastaj nuk të kam mbyllur unë dritaren. E shikon se si jam bërë qull duke të pritur? Nuk e ftoht kështu si e bër ti? Po s'do mend që unë kam shumë ftoht. Mas ndoshta i bëhet vonë njeriu kam apo nuk kam ftoht unë? Askujt nuk i bëhet vonë për mikun që vjen vonë në shtëpi i lagur deri në palc. Më duhet një palë nderesa të thata, më ndiz një zjarr për të ngrorë dhe më bëj një filxhan me çokoladë të nxehtë. Ma bëj edhe ca feta buke të lyera me gjalp dhe me mjalt dhe të mi sjellësh në shtrat. Pasi ta ha dua të këndosh një këngë për mua që të më zoj gjumin e hat. A mi bën dot të gjitha këto? Jo, sigurisht që jo. Mos ki merak se do kujdesem unë. Lodha.
Po kjo gjëja çfarë është? Mos është ndonjë alien fluturues? Zbrit poshtë, Carlson. Sa shëtitje të bukur që bëra në shtëpinë tënde. Se ku e kam parë këtë burrin? Po ky kush është? Ky është... Ky është Carlsoni që banon mbi çati. Ky është ai që s'të lë rehat, kur do të vija jo dita që të na hiqesh qafe. Prandaj sillesh vërdall gjithë ditën, i shkon edhe në shkollë. E kuqe! Tani unë. Tani po, se që më bie një herë e mirë këtu. Se njusha bok po na bën për drejt gjell me mish. O burra, hajde ti ike me vrap në kuzhinë. Dëgjua merë të mirë gjellë me mish ka në kuzhinë apo e kam kapim, ha? Mu zhduk nga syt e mos të të shikoj më këtej. Nuk të i ka kolaj e nati ty. Gjuaj po ta mbajti, dua ta qofte me mish se më gri uria. Jasht, ik tani qërau dhe hajde prapo ta mbajti. Zonjusha Bok, çfarë bëre ashtu? Carlsoni është shoku im i ngushtë dhe do të vinë në shtëpi sa herë të doj. Më lër mua se zgjidh vetë këtë punë, i flas vetë mos ki merak. Kjo të jetë hera e parë dhe e fundi që më nxjerr jashtë nga shtëpia e shokut tim. Mos guxo të më prekësh më me dorë, more vesh. Çfarë njeriu je ti drejt që e mori? More vesh apo jo? Mos më bëj me nerva. Ta tregoj unë qefin ty. Mos e bëtni me dorë shokun tim. Me lësho po them. Mbetsh me shëndet. Të pëlqen kur fluturon nga shkallët e drejta në rrugë, ë? Po, është shumë qejf. Më dëgjoni pak, zonjusha Bok, ju keni bërë një gabim shumë të madh. E pse ta ndalojmë Carlsonin të hyjë në kuzhinë? Prit puna për atë Carlsonin tënd. Prit të ha unë njerë të sa qofte. Mi mbrëma, miqtë mi. A ka njëri në shtëpi? A më keni lënë ndonjë qofte për mua? Po, u ktheva prap. Erdha nga dritarja pa bërë shumë zhurmë. Besoj se ju mori malli për mua. Ja kum keni. Betohem që qukat e mia nuk kanë parë kur qofte kaq të mira. Ku je? Mirë se erdhi Xhaxha Julius. Lilbrori. O zoti i madh Carlson, e vrave Xhaxha Juliusin. Unë doja vetëm ta përshëndesja pak. Nga ta dia unë se ky na paska zemër ka ishte dobët, palena paska dhe grada e hiqet lart e poshtë si trimi madh. O zoti i madh ç'na gjeti, o zoti i madh më gjeti mua, mos i shkreti plak, bo. Po, dhe kjo na duhej, filloj shiu. Qfar? Pse më qillove mua? Unë doja vetëm të përshëndesja. Njerëzit që i shoh për herë të parë, unë dua t'i nderoj dhe i përshëndes me armë. Nuk kam faj unë pse trembesh ti. Mirë pra, tani do shoh pak televizor. Ajo puna që kishe bërë ishte shumë e shishme.
Vezja ime e vogël e diellit. Nuk ke pse të shpërohesh kaq shumë, nuk është ndonjë gjë e madhe pse s'di të gatuash. Tani po bëj gjoja sikur je xhaxha im, në rregull? Të lutem më tregon një prallë të bukur, po jo nga ato me gogola sepse un kam shumë frikë natën pastaj. Ej, ti mistret, hiqe duart që këtej. Një UFO mbi kryeqytetin Stockholm. Disa gazetarë kanë filmuar vendin në të cilin pritet të kalojnë. Ja, pra do të shihni një nga fenomenet më të rralla. Kjo Çfarë thonë ata se kanë parë UFO? Kameramanët tanë. Këtyre gazetarëve asnjëherë nuk i kanë besuar, se gjithmonë mashtrojnë. Po si ka mundësi që këto i pas kanë parë UFO-t dhe ato kurrë mund të vinë deri këtu, apo të lënë qoftë edhe një gjurmë. Mos ndofta ke parti ndonjë UFO që të hyjë dhe të fluturojë në kuzhinë, zonja Bok? Një UFO the? Unë kur nuk besoj te gazetarët, di që ata flasin gjithmonë vetëm broçkulla. Oh, mos Carlson! Prishe pijamat e mina të Birgerit. Çfarë bëre kështu? Dhe pastaj Juliusi im I vogël, vjen Zana me çadrën e saj fluturuese dhe të këndon një këngë të bukur që ty të zër gjumi. Xhaxha Julius! Jo, nuk është e mundur, më duket se po ndrroj. Zoti Julius, nuk ndjeni mirë? Po, jam shumë I smur, nuk ndihem mirë. Ndjej një debolezë dhe dhimbje koke. Largohu! Nuk e di, po me ikën truri fare, duhet kthjellohem. Nuk e kuptoj, jam çmendur unë apo ishte I vërtet ai burri I çuditshëm që pash në dritare. Ai më çoroditi që u smura, Po mira, mund të na thoni si çhall keni? Kam angst të madh, kam edhe si jese. Kujdesuni për mua se po çmendem fare. Kam filluar të shoh shumë ëndra dhe kam filluar të besoj atyre që kur pashka dritarja atë burrin e vogël, atë që fluturonte. Nuk na treguat si jeni sot. A ndjeni pak më mirë tani? E nga ta di unë këtë, zonja Bok. Fillimisht duhet që të shkoj patjetër tek një mjek. Tani nuk duat më trazoj njeri, po shkoj të pi një kafe të mirë të shoqëruar me ca biskota. Më ke bërë gati biskota të tjera, se ato ishin shumë të mira. Po të lajmëroj se do të ha çdo gjë që do të gatuash. Gallupsi bullafiq. Gallupsi bullafiq? Vetëm mos më biesh të dorë, po sa tregova qefin që I ke ngrënë të gjitha biskotat. Kujton ti se nuk e di unë se kush je. Hajtë si do ta shikojmë edhe këtë punën tënde. Veç mos më dalsh përpara. Çulodha. Ik tani. E kush është atëherë? Ai shkurtabiçi, bullafiqi, ai Trazovaçi, Carlsoni, si do që quhet. Kurse unë them se ishte Zana e Rërës. Ik vra poshtë në dyqan dhe më bli një shishe me qumësht. Ik tani dhe mos u vono.
Duhet ta kesh të qartë mor Karafil që UFO do të shfaqen shumë shpejt para nesh. Ne kur ta shohim duhet ta kapim atë me patjetër. Duhet të dim njerë se kur do të vi. Sa po ta shohim që ai po ulet nga fluturimi, më e mira është që ta lidhim. Ai banon në numrin 12 në portën e quajtur Svantenson. Si thua e kërkojmë? A? Bukur, sot në mbrëmje. Carlson, hajde të kuptoj se ti banon të ne. Hi, ata do të vinë sot të kapin. Nuk të bëhet vonë ty për këtë. Do të vinë sonte, po kjo është e hatashme. Ho, ho. Ej, prit, ku shkon? Prit, prit. A nuk të duke geniale? Pse e ke lidhur me gjitha telekoplas? Që të mos filloj të zhvishe. Më duke tamam si mami im. Do të thras mami Gogoli. Ku je? O, sa në trëmbën drejshrit, hajde!
Po këto dërdërlet si kur e pa mjerë. Gjuaj, se ky ishte ai që më trëmbi. Me ju aty brenda po flasa dë gjuat. Mori, furto! Edhe pak. Lil Bror, ç'deshe që hyri në dhomën time. Më thuaj çfarë do që më shqetëson natën. Po elektrikun e dorës ku e le? Jo, s'kam dalë nga dhoma. Po pse nuk të ka zënë gjumi akoma pra? E mos më qesh mua ashtu poshtë qarqafit, se nuk ta kam gen. Merr vesh kur të flas apo jo? Mos keni frikë, është vetëm një dordolet. Shkoni në dollapin tim. Aty jam fshehur dy hajdut. Oj, ky hajdut në dollap thot. Pse shkujton ti se jam të shmendurun? Do ditë më marrë shmendjen pale. Do ta shikojmë dhe hajdutin në dollap. A ka njeri në dollap? Përgjigjuni po ju them, a ka njeri aty brenda? Me ju aty brenda po flasa dëgjuat. Përgjigjuni ose ja u rregulloj unë qefin. Sa djalë trim të katet aty. Kaq i vogël dhe kaq çamarok. Pa shiko. Na pas ke mbyllur dhe hajdutin brenda në dollap tani. Lil Brori im i vogël. Ti je një hero. Prit një minut, nuk është ai heroi. Heroi jam unë. Unë i mbyll ata brenda në dollap. Më takojnë mua meritat e heroit. Unë jam një hero shumë i zgjuar, madje edhe i bukur fare. Ja shikoni. Jo, mos. Prap ti mistric. Dëgjoj këtu. Shko shpejt dhe zgjo xhaxhan nga gjumi. Duhet të lajmërojmë patjetër policin. O zoti i madh ç'më gjeti. Po shkoj të vesh diçka për të qenë se unë nuk jam mirë kështu. Xhaxha Julius, zgjohu nga gjumi shpejt. Në dollapin tim jam fshehur dy hajdut. Pse nuk më le të qetë? Vetëm se hajdutët janë aty brenda në dollap. Lil Brori duhet më kishte zgjuar më parë. Pse më shikon ashtu? Me ty jam duke folur, biri im. Jemi këtu për të zbuluar se ç'është ajo gjëja mbi krevatin tëm. Diçka shumë e frikshme. Të kall datën vetëm sa ta shohësh me sy. Fantazma më e tmerrshme e të gjitha prallave. Asnjëri si peson për rallave me fantazma. Ajo do që ti të vdesësh nga frika. Po çarçafit isha unë. Si thoni, jam apo nuk jam trim? Ky djalë futurues që po flet tani me ne, ka fjetur gjithë natën këtu? Treq i vogël. Tani do ta ka për zverku dhe po nuk e udha nga shkallët. Më dëgjoni zotëri? Tani kemi hajdutën të shtëpi dhe duhet të thrasim policin. Policia është këtu. Hapeni tani, jemi këtu brenda. Policia that, as mos ju shkojnë në mendje se do dilni nga dollapi të na grabisni. A i do të dënohet tashmë pasi ne të dy jemi policë të ufan që kërkuam e gjetëm. Po, ju nuk jeni të veshur me uniform. Ti ke të drejtë, por ne vim nga policia sekrete, më kupton? Prandaj jemi veshur civil. Besoj se e kuptua tashmë se përse kemi ardhur ne. Pse ky na çka alieni? O zoti i madh. Ky që ta dini ju zotëri, është një shok klase i Lil Brorit. Po, mor po. No. Këta nuk janë policë, për ty mashtruesa. I dëgjova me veshët e mi kur po bënin plane. Sikur ta dija, se ata s'kan si këto pranga. Duhet bisedojmë.
Urime zonjë, ky djali që nga vërtet shumë i zgjuar, por më e mrekullueshme dhe më shumë fat jeni ju zonjë. Jeni me të vërtet shumë e bukur. Syt tuaj që ndrisin si hëna dhe unda juaj e mahnitshme zonjë, pa më të shmendni me bukurinë tuaj. Më mahnitët, nuk e di për kam dëshirë që të fejohemi. Si thatë ju lutem? Çfarë po thoshit? Tani, çfarë thash tani që unda juaj është... Tani e kuptova, ti je Filipi. Po, është e vërtet. Keni dëgjuar gjë për mua? Po si jo, të njoh mirë ti. O zoti i madh, ti je vërtet. Kurse ti je shoku i tij Rudolfi. Por ne nuk e dinim që ju banonit këtu zonjë. Ju banonit në lagjen tjetër? Zonja Frida Bok jeton në lagjen Frajgatan. Ajo është motra ime. Tani çdoni të thoni, që hunda ime është më e bukur se e juaja dhe se keni dëshirë që ju të fejojeni me mua. Këta dy policë të mallkuar më kanë vjedhur kuletën, si dhe orën që kisha mbi komodin. Nxjerreni shpejt, për ndryshe ju vrava të dyve. Jo, ju lutem, nuk është nevoja. Thirrë shpejt kuletën dhe orën se ta rregullova qefin. More vesh apo ja? Ti to shpejt! Herën tjetër shkoni vidhni Fridën, se këtu nuk jeni më në lagjen Frajgatan dhe po ju këshilloj që të mos vini më, se ndryshe do t'ju vrasim që të gjithë. Më kuptuat që thash, hajtu të poshtër! La 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 la. Zbulohet misteri i alienin mbi çati. Nuk bëhet fjalë për një alien. Ai s'është vetë se një djalosh që banon në një shtëpi të vogël mbi çatinë e një pallatit në qytetin e Stockholmit. Prap, unë them se duhet të bëjmë diçka. Duhet i marrim patjetër ato 100.000 koronat që kanë vënë për mua. Po ti nuk je alien. Prandaj ne nuk kemi asnjë të drejtë të marrim ato para. Sot kthehen nga pushimet mami me babin, me Birgeri dhe Betin. Kurse nesër unë kam ditëlindjen, mami do më bli një tortë shumë të madhe. Do vi dhe Gunilla me Kristerin. E pse do vinë ata? Unë do kisha shumë qejf që të të thërrizja edhe ty, por... Por çfarë? A për thuaje, po bërë e fes duhet të vi dhe unë. I edhe ti, pra Karlsson. Uhuhu! E çfarë do të ham atje? Tortën e ditëlindjes. Mami im do të përgatis një tortë madhe me 8 qirinj. Ashtu? Vetëm se po të jap një këshill. E çfarë këshille? Po mos i thuaj mamit se më merri natë pastaj, po unë nuk i duroj dot ato 8 qirinj mbi tortë. Ta dish se s'ka tortë ditëlindje pa qirinj. Çfarë do të dhurojnë? Nuk e di akoma. Jam lutur mami të më blej një qenush. Do ishte dhurata më e bukur e jetës time. Po mami më ka thënë se nuk do qenë në shtëpi. Nuk e kuptoj pse i ka mami ka qinat qenushët. Ata janë vërtet shok shumë të mirë. Po mirë, po për çfarë të duhet qeni? Ja ku më ke mua, unë jam një shok më i mirë se qeni. E pa më thoni, zonja Bok, a do pranonit ju që të dilnit me Juliusin plak, a? A i keni bërë gati dhuratat? Ja, se gati i kanë. Gëzuar Lil Bror. Pa çfate dhe gëzuar ditëlindjen. Si e kalove pushimet pa ne, Lil Bror? Mirë. Shikoj dhuratat që të kemi bler. A u bëre gati? E ja pra.
Oh. Një dhuratë tjetër. Po tani, çfarë ke Lil Bror? Pse u mërzite? Unë e bëm vetëm një shaka me ty. Të lutem na fal, më fal vëllaçko. Tani, unë nuk dua që lodër, unë dua që nush prej vërteti. Pse talleni me mua, apo se jam i vogël? Po tani, çfarë ke që qanë? Ej, u ktheva unë. Ku jeni? Lil Bror, ngrihu tani. Ka ardhur dikush tek dera. Ngrihu ta takosh. Janë Gunilla dhe Kristeri, asnjëri tjetër. Jo, më duket se është shoku yt Bimbo. Unë s'kam asgjë shok me emrin Bimbo. Po, e di që s'ke. Po ai ka ardhur tani dhe do të bëhet shoku yt. Mos është. Po, ai është i dashur. Hej, shiko. Është qenushi im ky? Atë qeni lodër ta tham vetëm për të bërë një shaka të vogël, të na falësh. Ndërsa ky qeni këtu quhet Bimbo dhe e kemi sjell vetëm për ty. Bimbo, qenushi im i vogël Bimbo. Mami, nuk do ta presim dhe Carlsonin? Mjaft tani, të lutem Lil Bror. Ti nuk e nevojë më për shoqërinë e Carlsonit. Ti tani ke Bimbon. Po unë kam ftuar Carlsonin të vinë në ditëlindjen time, mami. Po ky kush është? Tani do t'ju prezantohem. Unë jam një shpike e re. Mos është ky Carlsoni që banon mbi çati? Po, ai jam Dora vet. Dhe jo vetëm kaq, Helikën ma ka dhuruar zonja Gustafson në 92-shin. Po tani që e pat, çfarë do më thoni? E shikoni që nuk ju kam gënjur? Më besoni tani? Por të tjerët nuk do na besojnë. Ha pra, do ta fillojmë festën? I ke hedhur allçi tortës? As edhe një thëri me Carlson. Shumë bukur. Pse nuk më uron edhe ti për ditëlindje? Po, se harova, gëzuar ditëlindjen dhe u bëfsh 100 vjeç. Ku do ulem unë? Kjo është shumë e lartë. Unë nuk do ha dot kështu pastaj. Nuk i ha dot të gjitha për një herë. Qartë? Ma hidhni në një filxhan më mirë. Carlson, mami me babi ma vlen qenushin. Oh, sa po më bëhet qefi. Mos e prek atë, ajo është ëmbëlsira ime. Edhe këto janë të mia. Për pak harrova fare, po të kam sjell edhe unë një dhurat, se unë jam njeriu më i dashur në botë. Me këtë mund ta therrasësh qenushin tënd sa herë të duash. Po kjo është një dhuratë shumë e bukur, Carlson. Shumë faleminderit. Se desharova dhe diçka tjetër. Do ma japësh ndonjëherë kur të më duhet. Ta kthej prap, pa merak. A të marr pak tort tani? Çfarë ky? Më merren më. Ja ku e ke? Carlsoni erdhi pak me vonesë, kishte punë.
Hoplala, haha, besoj se është një knajsi që më keni mes jush. Unë jam Karlsoni që banon mbi qati. Ta thash një herë mos Gunilla, nuk kemi filluar akoma. Haha, nuk kam parkur në jetën time një lup se si kjo këtu. Ikim, i lëm vete më mirë. Mos ki merak, jam unë këtu. Duhet të betohemi se do ta mbajmë të fshet. Ti Birger dhe Beti s'duhet të flisni. Nuk duhet i themi as i fjalë as njeriu. As kujt fëmi më dëgjuat, është sekret. E pse kështu? Sepse s'do na besoj askush, po edhe sikur të na besojnë. Njerëzit nuk kanë për të na lënë as një minutë qet. E po mirë. 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 Birger? Dakord, babi. Kalco, shoku im më i mirë, më prit atje lartë në shtëpinë tënde mbi qati derisa të kthehem nga gjyshja. Nuk ta jap dot fjalën, edhe gjyshja ime mund të më thërras të shkoj tek ajo, sepse unë jam nipi më i mirë në të gjithë botën. Me të vërtetë e ke? E kush do të guxonte që ta thoshte të kundërtën? A di ti ta bësh këtë? Do të kthehem prap Lil Bror dhe më qeras prap me tortë se më pëlqeu. Sot ja kalova shumë bukur në festën tënde. Hopla, hopla la Lil Bror. Hopla Karlsson! Hopla Karlsson! Shtriu shpejt! Nese do zgjojmë herët se do shkojmë te gjyshja. Natën e mirë, bimbo, gjumë të ëmbël. Karlsson, världens bästa Karlsson. Karlsson. Oj, här kommer Karlsson. Faktiskt ingen annan Karlsson gillar jag så bra som mig. Karlsson, världens bästa Karlsson. Vackra, snälla, lagom tjocka Karlsson. Genomkloka, underbara Karlsson. Undra på att alla gillar mig. Det händer ju förstås ibland att någon blir arg på mig och ställer till ett himla liv när jag förstört någon grej. Men vad är det att bråka om? Det är en världslig sak. Och gissa vem som kommer här och har en motor bak. Det är Karlsson det, hurra hurra hurra. Det är Karlsson det, hurra hurra hurra. Det är Karlsson det, hurra 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 för mig. Karlsson, världens bästa Karlsson. Oj, här kommer Karlsson. Faktiskt ingen annan Karlsson gillar jag så bra som mig. Karlsson, världens bästa Karlsson. Vackra, snälla, lagom tjocka Karlsson. Genomkloka, underbara Karlsson. Undra på att alla gillar mig. Det händer ju förstås ibland att någon blir arg på mig och ställer till ett himla liv när jag förstört någon grej. Men vad är det att bråka om? Det är en världslig sak. Och gissa vem som kommer här och har en motor bak. Det är Karlsson det, hurra hurra hurra. Det är Karlsson det, hurra hurra hurra. Det är Karlsson det, hurra 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 för mig. Karlsson,
Karlsson. Hoj, här kommer Karlsson. Maka på er, för nu kommer Karlsson. Ja, här kommer världens bästa Karlsson. Nu ska alla hurra högt för mig. Karlsson, hoj, här kommer Karlsson. Maka på er, för nu kommer Karlsson. Ja, här kommer världens bästa Karlsson. Nu ska alla hurra högt för mig. Hurra högt för mig! Hoj, hoj! Nu ska alla hurra högt för mig. Nu ska alla hurra högt för mig. Hoj, hoj! Nu ska alla hurra högt för mig. För mig, för mig, för mig. Nu ska alla hurra